Përshëndetje për gjithë, po hapim mbledhjen e 73 Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sot me 8 korrekt 2026, me rënd të ditës i kemi certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 7 qershor 2026 dhe të ndryshme. Ka dikush diçka lidhur me rendin e ditës? Nëse jo, hedh në votim, kush është për? Të 9 vota për, miratohet rendi i ditës. Nga vendimet e fundit që i kemi pranuar nga Gjykata Supreme, nuk ka pas ndonjë obligim për KQZ-n, të gjitha ankesat janë refuzuar, andaj edhe është hapur rruga për certifikimin e rezultatit. Ndërkohë kemi komunikuar edhe një herë me panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa dhe nga ta kemi marrë konfirmimin që nuk ka asnjë ankesë tjetër që është duke u shqyrtuar. Lëvizja vetëvendosje me 53 ulse me 47.13%, Partia Demokratike e Kosovës me 22 ulse me 19.24%, Lidhja Demokratike e Kosovës me 18 ulse me 16.69%, Srpska Lista me 9 ulse 5.40%, Aleanca për Armërinë e Kosovës me 7 ulse me 6.74%, Kosova Demokratik Turk Partisi 2 ulse me 0.70%, Za Slobodu, Pravdu i Opstanak 1 ulse me 0.67%, Koalicija Vakat 1 ulse me 0.48%, Iniciativa e Re Demokratike 1 ulse me 0.43%, Nova Demokratska Stranka 1 ulse me 0.33%, Socijaldemokratska Unija 1 ulse 0.33%, PSA 1 ulse me 0.32%, Partia Liberale Egjiptiane 1 ulse me 0.27%, Jedinstvena Goranska Partija 1 ulse me 0.20% dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës 1 ulse me 0.11%. Nëse nuk ka nevojë me lexu, do thotë rezultati është i njëjtë sikur në shpallje, nuk ka ndonjë ndryshim tjetër. Me kaq, nëse ka ndonjë koment. Ato zavendësimet a i bëjmë pas certifikimit apo bëjmë tash? Nëse s'ka ndonjë koment tjetër, e hedh në votim, kush është për? 9 vota për, certifikohet rezultati i zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të datës 7 qershor 2026.